Një rrugëtim i gjatë e plot me ngjyra ka shënjuar jetën e tij familjare, por edhe sociale, sepse ai është unik, është frymëzues, është ndër ata pak njerëz përfaqësues të humanizmit, profesionalizmit dhe shpirtit të palodhur. Ky është Sali Kurti, njeriu i kudogjendur, doktori më fisnik, fjalpaku e modeli më i mirë i matit, por edhe i të gjithë Shqipërisë. Fal përkushtimit, pasionit dhe botës shpirtërore, ai sot është një pikë referimi jo vetëm për matjanët, por edhe për shoqërinë, duke dhënë shembull për vullnetin, guximin dhe vlerën njerëzore. Çdo ditë ai shikon me krenari arritjet e tij në shërbim të njerëzve, nëpërmjet profesionit më human, atë të stomatologjisë. Por ai nuk harron kurrë të kaluarën, e cila e brumosi, e rriti dhe e kultivoi për të qenë jo vetëm një njeri i suksesshëm, por edhe një njeri me vlera të veçanta për shoqërinë. Shpirti i pastër dhe vullneti i hekurt u kristalizua që në fëmijërinë e hershme, kohë kur jetonte në fshatin Karric të Matit. Ai u rrit me dashurinë e prindërve, Lokjes dhe Isufit, që në vogli shprehi me krenari për origjinën, vështirësitë, dashurinë e prindërve, forcën dhe shpresën, të cilat u bën udhërrëfyesit e tij. Në moshën 12 vjeçare flia i rreckosur në kasolle. E ruaj fort në mendje portretin e nënës teksa qëndronte e palëkundur për të mbajtur zjarrin ndezur. Mbaja veshur ropinga llastëku gjatë ditës dhe kjo më bënte të kisha ftohtë. Kur e zinte kolla, duhej të thithte fort me hund tymin që dilte nga djegja e miellit të misrit në zjarr. Ky ishte riti që konsiderohej si ilaç kundër kollës. Mbi gjitha nana kishte edukatën, kishte dëshirën për zbatuar të normat familjare. Edhe këto të dy ishin të përkushtuar për të zbatuar normat familjare, ndërkohë për të respektuar njëri-tjetrin. Kjo shtëpi është pika e referimit për Sali Kurtin, ku gjithçka në jetë lidh me nostalgjinë dhe mirënjohjen ndaj sakrificave të prindërve. Pikërisht këtu, në strezën e kujtimeve të shumta, nisi udhëtimin e jetës djaloshi i guximshëm me ëndra të mëdha. Motra e tij, Tushja, u bë shtysa kryesore që ai të ndiqte rrugën e arsimimit. Ai vazhdoi shkollën 7 vjeçare në fshatin Komsi. Ishte hapi i tij i parë, por edhe më i madhi. Rruga ishte e gjatë dhe e mundimshme. Fatin e ndante bashkë me dy shokët e tij, Ismailin dhe Ganiun, dhe sfida më e madhe ishte një përrua që duhet ta kalonin çdo ditë. Moti i sfidonte shpesh duke u bërë të pamundur kthimin në shtëpi. Jo rallëherë kalonin natën në shtëpitë e Katundit, por asgjë nuk e ndalte dëshirën e këtij djaloshi për të ecur përpara. Saliu ishte i përkushtuar në shkollë dhe mësonte në dritën e kandilit deri natën vonë. Kur mbaronte vajgurin, ndiste pishën për ndriçim. Vështirësitë e bënin të kuptonte sa e vështirë ishte jeta, por dhe sa e rëndësishme ishte dashuria e familjes për të ecur përpara. Ne shkonim kam, bënim të rrugën poshtë, kjo ishte rruga, kishte rrugë tjetër. Për dalë ato shtëpijet aty, edhe pastaj për të ndjekur atë kodrinë në kushte normale, do 2 orë me shku. Një ditë Saliu vendosi të qëndronte në ulëz për të shmangur kohën e gjatë që i duhej për të kthyer në shtëpi. Qëndroi në një kasolle ku mijët ishin kudo dhe kushtet shumë të vështira. Arsimi ishte e vetmja rrugë për të shpëtuar nga mjerimi. Kjo thënie ishte ngulitur fort në shpirtin e djaloshit guximtar dhe ëndërrimtar. Midis përpjekjeve dhe vullnetit të shfaqur, ai siguroi një bursë nga shteti për të ndjekur studimet si ndihmës mjek dentist. Me marimin e shkollës mesme, merrshet diplomën për ndihmës mjek dentist. Por ama të jemi të sinqert, dilshim shumë të përgatitur profesionalisht, se programi që është shumë i ngjeshur, që në vitin e 2 të shkollës mesme ne bëshim praktikë. Kur shokët dilnin, ai qëndronte mbi libra, sepse ai udhëhiqej nga parimi se studimi ishte e vetmja rrugdalje në jetën e tij. Që në vitin e parë të shkollës mesme, e derisa kam marruar shkollën e lartë, deri në vit të fundit të shkollës lartë, unë nuk më mend të kem bë pushime vere. Unë në pushimet e verës që ditën e parë
shkosha për mbledh bimë medicinale. Më e vështirë ka qenë qëndrimi të rish në verë gjithë ditën pa pirë ujë. Me ato bimë që shitsha, fund gustit, në shtator, fillosha shkollë, blesha libra. Pasi përfundoi studimet me shkëlqimin e një djaloshi ndërrimtar, ai u kthye në vendlindje. Fillimisht e caktua në Dërjan, ishte 4 orë larg Karricës. Për shpejt, profesor Hajrullau bëri të mundur që mjekun e ri të stomatologjisë ta sistemonte në Burrel. Ai kishte kuptuar që kishte të bënte me një djalë ndërrimtar dhe të guximshëm për të parë gjithnjë përpara. Nga Karrica vija i pari në Burrel duke shërbyer në klinik dhe ikja i fundit për në shtëpi. Përkushtimi e rriti shumë në profesion. Ai fitoi besim dhe respekt jo vetëm nga kolegët, por mbi të gjitha nga matjanët. Si rezultat u zgjodh sekretari i organizatës së rinisë së shëndetësisë në Burrel. Saliu besonte në përkrahjen dhe vizionin e babait, Isufit, njeriu të urtë, arsimdashës e largpamës. Ai mban në zemër ende fjalët e të atit, të cilat u kthyen në motiv. Kënaqësia jote, kënaqësia jonë. Në vitin 1973 lidhi jetën me Iqbalen. Ai gjeti njeriun e jetës, një vajzë me integritet dhe shumë të sinqertë që u përshtat dhe mbështeti në çdo hap. U bë shpejt baba, por edhe gjysh i nipërve dhe mbesave të tij. Ja si e kujton Sali Kurti ditën e dasmës. Ne kemi ardhur deri në Laç me taksin nga Lushnja, pastaj taksisti i Lushnjës nuk vinte më këtej, nuk pranonte të vinte, se i dukesh rrugë largët, dhe s'ma të marrë, në Laç na la. Në Laç pastaj kemi ardhur me makinë transporti deri këtu përballë, në rrugë, masi kemi ardhur Iqbali është vesh me rrobat e nostalgjisë. Për lartësimin e emrit të babait të tij, bashkë me vëllan rindërtuan shtëpinë ku ruajnë ende kujtimet e fëmirisë. Nostalgjia e jetës dhe mirënjohja si vlera njerëzore tek Saliu u zhvillua në shkallën më të lartë, pikërisht duke respektuar të kaluarën, vështirësitë dhe sakrificat e prindërve. Rindërtimi i shtëpisë kishte qëllim të ruante origjinën, identitetin dhe ja arriti në mënyrën më të mirë. Nga porosit që më ka lënë baba pas të diste, të bësh kujdes për vllajën tat, kam një vllau që e kam në Amerikë tani, edhe nanën, tha ti kesh kujdes, se vllai më tha mua do të duhet shumë, kurse nana tha ka vujt shumë. Pas 11 vitesh punë të palodhur, u kurorëzua me titullin doktor stomatolog. Komunikimi me njerëzit më mbush me energji të pashtershme. Kur e emërova drejtor, pasioni u kthye në profesion, vizion, guxim, largpamësi për të përmbushur detyrën. Suksesi vare nga idetë ndritura. Fal përkushtimit dhe pasionit për punën, në vitin 1981, Sali Kurti është vlerësuar me medalje nga Kuvendi i Shqipërisë për shërbim të mirë ndaj popullit, vlerësim i rrallë për kohën. Klinika mori vlerësim historik për shërbimin dentar të Burrelit në vitin 1985. Pas eksperiencës dhe dashurisë së njerëzve për punën e tij të palodhur, ai themeloi klinikën Mat Dental në Tiranë, ku u zhvendos bashkë me familjen, dhe ky ishte një mision, një trashëgimi. Njerëzit vinin nga Burreli për të marrë shërbim në Tiranë dhe kjo ishte besnikëri dhe mirënjohje e njerëzve, e cila u bë forca e tij e madhe morale. Të rinjt i mbante afër dhe i përgatiti për të marrë përgjegjësi. Ai vazhdimisht ecste me hapin e kohës në zhvillimin e teknologjisë, ku gjithnjë kujdesej për t'i vënë në shërbim. Shërbimin ndaj njerëzve i nxori në pa edhe njeriun human që qëndronte brenda tij që nga fëmiria. Krahas shërbimit me anë të profesionit, doktor Sali Kurti ka qenë pranë matjanëve në çdo kohë, duke kontribuar për çdo nevojë dhe duke ndërmarrë misione humane në forma të ndryshme. Mirësia e tij është ndjerë në të gjitha shtresat, ku kontributi është bërë me dashurinë më të madhe që ndodhej brenda tij. Titujt dhe vlerësimet ndoqën më pas njëra tjetrën për doktor Sali Kurtin.
Në vitin 2007, qytetar Nderi Burrelit, me vota unanime nga Këshilli Bashkiak, një surprizë e papritur dhe shumë e çmuar. Titulli Mjeshtri i Madh në vitin 2017 nga Presidenti i Republikës për kontribut shumë vjeçar në fushën e stomatologjisë, shërbim me ndërgjegje, përkushtim dhe profesionalizëm të lartë ndaj shoqërisë. Në vitin 2020 merr titullin Nderi i Shoqatës së Pensionistëve të Shqipërisë, me motivacionin për shërbim të lartë ndaj pensionistëve, me mbështetje financiare për veprimtaritë dhe gazetën Zëri i të Moshuarve. Në vitin 2023 merr titullin Ambasador për Paqen nga Federata Universale për Paqen, një vlerësim i veçantë i rezervuar për figura të shquara që kontribojnë për paqen, solidaritet dhe vlera universale njerëzore, vlerësim për rolin e tij human në ndihmën e pakursyer ndaj njerëzve në nevojë në rrethin e matit. Federata e Paqes Universale mirëpriti personalitete të njohura me reputacion dhe kontribute të vyera të fushave të ndryshme nga Shqipëria dhe Kosova, në ditën kushtuar pavarësisë së Kosovës. Për kontributën e tyre profesional dhe personal, disa prej tyre do të marrin titullin Ambasador të Paqes. Por kjo ditë është e veçantë sepse do t'jepet për herë të parë edhe një çmim special për një personalitet vërtet special, me vlera të jashtëzakonshme profesionale dhe njerëzore në shoqërinë tonë. Pa bujë dhe me një thjeshtësi magjepsëse, njeriu special i kësaj dite vjen me emocionin më natyral. Pasi mirëpritet nga drejtuesi i këtij eventi, Mjeshtri i Madh Defrimet Hasani, ashtu me përulje dhe thjeshtësi unike, ai prezantohet ndër personalitetet e shumta të kësaj dite të madhe, ku spikasin edhe dy figura të shquara në historinë e Shqipërisë dhe Kosovës, ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu dhe ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, duke ashtuar seriozitetin dhe peshën kësaj ngjarjeje. Njeriu i vitit është titulli që akordohet për herë të parë nga Federata e Paqes. Eksperiencën dhe njohuritë e tij i ka vënë në dispozicion të studentëve me anë të fushës së pedagogjisë për të transmetuar kështu vlerat profesionale tek brezi i ri. Por pavarësisht dekorimeve dhe vlerësimeve të shumta, ai mban edhe një titull mbi titujt. Njeri, sepse i tillë është Sali Kurti. Fal shpirtit human, gjatë vitit të kaluar, ai realizoi 28 aktivitete humanitare, duke nisur nga mbështetja për shtresat në nevojë e deri te kontributi për ndërtimin e shtëpive për ta. Gjithashtu, fal një kontrate me Bashkinë e Tiranës, ai ka krijuar mundësinë të gjithë studentëve ekselent të marrin shërbimet mjekësore falas në klinikën Mat Dental, ndër klinikat më të suksesshme në Shqipëri. Pikërisht për këto vlera dhe kontributet e jashtëzakonshme, Dr. Sali Kurti u përzgjodh si njeriu i vitit nga Federata e Paqes për humanizmin në shoqërinë shqiptare, duke merituar trofeun si personaliteti i vitit. Sali Kurti. I emocionuar pas prezantimit të figurës së tij, humanisti ngjitet në skenë. Ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu i akordon çmimin Njeriu i vitit 2023 Sali Kurtit. Doktor Sali Kurti, humanist, Mjeshtri i Madh. Midis emocioneve të një njeriu të thjesht, ai u shpreh. Ndjem shumë krenar, ndjem i privilegjuar që Federata e Paqes Universale të Tiranës, po ashtu edhe Federata e Paqes Universale të Shqipërisë, më kanë përzgjedhur mua në këtë
përvjetor historik të veçantë për Shqipërinë dhe Kosovën, për të më dhënë të titull kaq të lartë, të titull nderi për të më përzgjedhur Njeriun e Vitit. Ju falenderoj shumë. Në vitin 2024 merr titullin Mirënjohje e Qarkut Dibër për kontributin e tij të çmuar shumë vjeçar si profesionist, drejtues dhe aktivist në shoqëri. Shumë faleminderit për çfarë ke bërë. Vazhdo të bësh dhe jam e sigurt që veç ti, po dhe gjithë çka e pas, me zemrën plot jam e sigurt që do vazhdojnë gjën që ti ke. Kështu që është nder për të gjithë anëtarët e Këshillit të Qarkut. Unë jam emocionuar që në emër të tyre do t'jap këtë certifikat mirënjohje me shumë dashuri. Për punën e palodhur në sektorin e shëndetësisë dhe shërbimin shumë vjeçar ndaj qytetarëve të Qarkut Dibër. Por dhe me atë çka dëgjova për modelin e qytetarit dhe të njeriut, ta gëzosh edhe sa më gjatë të jetosh me gjithë çka zemra ty. Emocionet më vinë nga rrugtimi që kam bërë, por që gjithnjë i kthehem pas. Një titull mirënjohje nga kryesia e Qarkut Dibër dhe nga vetë kryetarja e këtij qarku, zonja Alma Selam. Pra, kjo për mua, ju a them sinqerisht, më duket, ndjen, sikur kam marrë bekimin e gjithë popullit të Qarkut Dibër. Krenari më të madhe dhe përmbushje më të lartë shpirtërore, se sa të vlerësohesh në vendin ku ke rrënjët, ku bashkë me ju linden edhe ëndrat e së ardhmes, të cilat i shohim më së miri sot të konkretizuara, të realizuara. I ndjejmë, i njohim, i prekim. Ëndra që nuk rreshtën kurrë së ekzistuari, pavarësisht një jete të vështirë, varfërisë, peripecive e vështirësive të jetës, që nuk e mposhtën, por e përktheu profesori në forcë, në durim, në padorëzueshmëri. E sot na mëson me dinjitet, çdo thot përgjegjësi e dhimësuri. Me zemrën e madhe të bardhë që e karakterizon, profesori na mëson çdo thot bujari, çdo thot të ndash gjërat me tjetrin, çdo thot humanizëm, çdo thot empati për njerëzit. Kështu që mirënjohje pafund, edhe lumë neve që këtë shembull kaq të artë, kaq me vlerë, e kemi kaq afër të prekshëm. Faleminderit për gjithçka ju jeni këtë fat. Në vitin 2024 vlerësohet me titullin antar nderi i klubit letrar Pjetër Budi, një vlerësim jo vetëm për profesionin, por edhe për kontributin e tij në fushën e letrave. Në 80 vjetorin e çlirimit të atë Dr. Sali Kurti u nderua me titullin nderi i organizatës së veteranëve të Lanç, për shërbim të komunitetit si dhe respekt dhe lidhjen e tij të pandërprerë me vlerat njerëzore dhe historinë e vendit. Ndjehem shumë krenar që në këtë ditë të shnuar nuk ka nder më të madh për mua se sa thjesht nderi i kësaj organizate revolucionare, luftarake, me një prejardhje të shkëlqyeshme dhe që vazhdo të punojë pa pushim për të mirën e këtij vendi. Mizerë shpiç, mizerë të gjitha. Se gjithë dhe ta gëzosh titullin, se ti e vetë titull. Gjithashtu, së fundi, Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe Artit i akordoi titullin akademik për kontributin e tij të çmuar në fushën profesionale dhe humane në shërbim të njerëzve. Të pranishëm ishin doktor Astrid Memia, publicisti Halil Rama dhe gazetari Dëfrimet Hasani. Ky titull u prit me shumë emocion nga Dr. Sali Kurti, i cili krahas diplomës u vlerësua edhe me kartën e akademikut. Sinqerisht ndjehem shumë emocionuar, pavarësisht se gjatë jetës time, gjatë karrierës time si mjek stomatolog, qoftë në Mat, qoftë në Tiranë, jam nderuar me shumë tituj, me shumë medalje, por që për mua kjo titull akademik në
Akademinë Shqiptare Amerikane të Shkencës dhe Artit, drejtuar nga profesori Skënder Kodra. Ky për mua është nderi më i madh që më bëhet, është privilegji më i madh që më bëhet dhe ndihem shumë i plotësuar në këtë rast. Prandaj falenderoj profesorin për respektin që më bëhet dhe ndërkohë angazhohem që sa të jem me frymë në këtë botë, ta justifikoj plotësisht këtë titull. Doktor Sali Kurtit i është dedikuar edhe një klip nga i mirënjohuri Esat Ruka, ku kënga dhe melodia shpalosin më së miri dimensionet e një njeriu dhe në themel ka mirënjohjen dhe vlerësimin për familjen. Personaliteti i Sali Kurtit ka marrë vëmendjen e shumë autorëve, ku janë realizuar botime për jetën dhe veprën e tij profesionale dhe njerëzore, por edhe botime ku Dr. Sali Kurti zë vendin kryesor si referencë njerëzve me kontribute të mëdha në shoqëri. Sali Kurti, mjeku që jetësoi çdo ëndër, nga Jolanda Lila, stomatologjia në Shqipëri nga Nazmi Koçi, në çdo hap një qëllim nga Gani Ahmeti, zëra bashkohor dhe 40 vepra letrare të 40 autorëve në skaner nga Halil Rama, dukuri, fenomene kulturore, profile krijuese nga Esat Ruka, Dibra, Zani i Shqipes dhe Dibra, Zemra e Kombit, të autorit Hysen Dervishi, Pesha e fjalës dhe pjesës e ndritur e pluralizmit shqiptar nga Faik Xhani, Matjani për Matin dhe Gjerdan Fjale nga Hamdi Hysuka, Mati i fjalës së shkruar dhe Fisnikët e matit nga Hasan Pasha. Sali Kurti ka shpalosur jetën e tij në autobiografin Një jetë në shërbim të njerëzve, një libër i rrallë dhe emocionues. Librat e shumt kulmojnë me botimin e fundit, Dr. Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, vepër që sjell më së miri dhe në detaje elementet e ndërrimtarit që nga fëmiria e deri tek suksesi. Po kështu jeta dhe vepra e tij është pasqyruar në gazeta, kronika televizive, ku Dr. Saliu ka qenë prezent duke dhënë modelin e duhur dhe në intervista. Vlerësimet nuk kanë munguar edhe nga personalitete, kolegë dhe veprimtar të fushave të ndryshme të jetës publike. Në sytë e fëmijëve të tij është një model për të ndjekur në jetë, një pikë referimi në çdo hap të jetës. Djali i tij Eltoni e vlerëson figurën e të Atit në shkallën më të lartë të mundshme. Vajza Margret shprehet: "Babai më ka bërë të ndihem krenare për atë që përfaqëson si prind dhe si figurë e shoqërisë." Bashkëshortja Iqbale shikon se si mbështetja e saj e pakursyer ndaj bashkëshortit është një dashuri e konkretizuar në kohë me një familje të madhe dhe solide. Ndihem krenare që fati më ka bashkuar me njeriu në jetës, me njeriu që më ka plotësuar si grua dhe si nënë e fëmijëve, nipërve dhe mbesave. Dr. Sali Kurti e nisi rrugëtimin nga Kasollja në dritën e Kandilit dhe në kujdesin dhe dashurinë e prindërve. Ai guxoi, luftoi dhe në fund arriti të japë gjithçka në shërbim të njerëzve me profesionin dhe pasionin e tij. Mirënjohja e tij për prindërit, për familjen, për të kaluarën dhe vështirësitë kultivuan vlerat njerëzore, duke dhënë kështu mesazhin e duhur në çdo kohë për matjanët dhe shoqërinë shqiptare. Një jetë me dashuri, një jetë me respekt, është jetë shumë e këndshme, është jetë shumë e bukur. Kur pasioni kthehet në profesion dhe profesioni në humanizëm, ka një emër: Dr. Sali Kurti.